Ngjarjet kriminale të cilat kohëve të fundit janë shtuar në numër, duket se po bëhen normalitet për institucionet ligjzbatuese. Vetëm gjatë javës së fundit ka ndodhur më shumë se 3 ngjarje në zonat më të frekuentuara të kryeqytetit dhe jo vetëm, në të cilat ka munguar reagimi i policisë së shtetit. Lidhja mes dy atentateve të ndodhura gjatë orëve të fundit tregon qartë rehatinë e bandave për të vepruar haptasi dhe pa u shqetësuar për forcën e ligjit. Sipas informacioneve të deritanishme, duket se autorët të cilët vranë Gjovalin Prindin kanë ngatruar objektiv gjatë atentatit në Lundër, duke plagosur rënd 4 persona, prej të cilëve 2 të mitur. Njëri nga të miturit vijon ende të jetë në rrezik për jetën, i shtruar në spitalin e traumës në kryeqytet. 11 vjeçari ndodhet ende në gjendje të rëndë shëndetësore, pasi plumbat e kanë prekur në kraharor, ndërsa në automjet janë gjendur 7 plumba. Deri në këto momente, dyshohet se grupi i vrasësve ka patur 2 plane ditën e djeshme: eliminimin e disa familjarëve të Rohan Brahimit, pasi 2 orë para se të qellohej ndaj G-klasit. Në Lezhë u ekzekutua me breshëri plumbash babai i Rohan Brahimit, Gjovalin Prindi, 64 vjeç. Nga të gjitha këto detaje, burime bëjnë me dije se ka dyshime të forta që shënjestër e sulmit të qenë gruaja e Rohanit dhe 4 të plagosurit të jenë qelluar gabimisht. Po çfarë po bën policia e shtetit për zbardhjen e këtyre atentateve? Duket se institucionet ligjzbatuese shpesh herë janë miq me bandat dhe po i favorizojnë këto të fundit, duke zvarritur procesin për zbardhjen e plotë të këtyre ngjarjeve, të cilat kanë tronditur opinionin publik. Sipas burimeve jo zyrtare, dyshohet se bandat kriminale kanë gjetur mbështetje nga drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda, ku ky i fundit dyshohet të ketë krijuar një situatë pa precedent në komisariatin numër 2 pas arrestimit të ish specialistit të Reneas, Altin Morina, ndaj të cilit rëndojnë dyshime për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Sipas burimeve jo zyrtare, mendohet se disa ditë më parë Proda të ketë shkarkuar shefin e komisariatit, shefin e krimeve, oficerët e policisë gjyqësore të komisariatit si dhe agjentët civil. Ngjarje kjo e cila u bë publike, por sërish mungoi reagimi nga strukturat ligjzbatuese, duke shtuar hijet e dyshimit mbi atë çka po ndodh në institucionet, që mendohet se garantojnë të drejtën dhe parandalojnë krimin.